Mëngjesit gjithëve. Me emër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të them se kam kënaqësinë dhe privilegjin që së bashku me International Idea të mirëpres zhvillimin e këtij aktiviteti dhe këtij diskutimi në Tiranë. Prej kohësh, Bashkimi Evropian është përfshirë në një proces të zhvillimit digjital në fusha të ndryshme dhe në nivele të ndryshme. Transporti, industria, tregtia, mjekësia, bujësia, shërbime ndaj qytetarëve, administrata dhe shumë fusha të tjera janë të lidhura ngushtë tashmë me digjitalizimin. Standardet e zhvillimit të kësaj bashkësie ekonomike, pra të Bashkimit Evropian e kam fjalën, kanë krijuar kushtet për përmbushjen e qëllimeve të saj për të shtrirë dhe për të fuqizuar shërbimet digjitale në çdo fushë. Transformimet në digitalizim janë të dukshme dhe domethënëse. Vendet e tjera europiane që aktualisht nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, veçanërisht ato të Ballkanit Perëndimor, duket se po e ndjekin këtë trend, jo vetëm për shkak të detyrimeve që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian, por edhe për shkak të ndërgjegjësimit të gjerë për avantazhet e shumta që sjell digitalizimi dhe në zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi. Në 4-5 vitet e fundit, Shqipëria është përfshirë në një proces të thellë digitalizimit të shumë aspekteve dhe fushave të ekonomisë, shërbimeve dhe të administratës publike. Të dhënat tregojnë se qytetarët shqiptar kanë një qasje shumë pozitive ndaj teknologjisë dhe janë të interesuar ta përdorin atë sa më gjerësisht të jetë e mundur. Në njohjen time, krahasuar edhe me shumë vende të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka shtrirë procesin e digitalizimit dhe të përdorimit të teknologjisë së informacionit edhe në proceset zgjedhore. Në zgjedhjet e përgjithshme për Parlamentin e Shqipërisë të vitit 2021, për herë të parë në Shqipëri u aplikua identifikimi biometrik i zgjedhësve në qendrat e votimit, si dhe votimi elektronik. Identifikimi biometrik u aplikua në 100% të qendrave të votimit, ndërsa votimi elektronik u zbatua si projekt pilot në disa prej tyre në kryeqytet. Dhe që prej vitit 2021, identifikimi biometrik është aplikuar në mënyrë të vazhdueshme në 100% të qendrave të votimit në të gjitha zgjedhjet pasuese, si ato të përgjithshme, ashtu dhe ato të pjesshme. Ndërsa votimi elektronik është akoma në fazën e tij pilot të zhvillimit. Po sipas njohjes dhe dijenisë time, Shqipëria është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor ku është aplikuar deri tani identifikimi votimi elektronik. Dhe nëse nuk gaboj, vetëm Maqedonia e Veriut, prej 2 vjetësh nëse e kam të saktë këtë, është duke aplikuar identifikimin elektronik në procesin zgjedhor. Krahas identifikimit dhe votimit elektronik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri, që prej vitit 2022, ka zhvilluar disa platforma digjitale për aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor. Disa prej tyre janë ato që lidhen me raportimin dhe mbikëqyrjen financiare të partive politike dhe të subjekteve zgjedhore, regjistrimin e votuesve të diasporës, regjistrimin e subjekteve zgjedhore dhe të vëzhguesve të zgjedhjeve, platformë për denoncimin dhe ankimet zgjedhore, platforma për raportimin e institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore, platforma e komunikimit dhe raportimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta në dhe me KQZ-n, moduli për trajnimin online të administratës zgjedhore e të tjera. Kemi filluar në versionin eksperimental përdorimin e inteligjencës artificiale për kërkimin dhe marrjen e informacioneve zgjedhore nëpërmjet faqes së internetit të KQZ-s, si dhe për të ofruar asistencë dhe për të krijuar facilitet për administratën zgjedhore, por
edhe për subjekte të tjera të përfshirë në procesin zgjedhor, mundësi për ta marrë dhe për ta përpunuar këtë informacion apo për të marrë shpjegime për aspekte ndryshme të procesit zgjedhor. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit për këtë aspekt të procesit zgjedhor. I gjithë ky proces digitalizimi i mbështetur edhe nga financimet e donatorëve dhe partnerëve të ndryshëm ndërkombëtar si Bashkimi Evropian, OSB, Këshilli i Evropës, Qeveria Zvicerane, ajo Gjermane apo dhe tjetër, jo vetëm që ka rritur efikasitetin në administrimin e proceseve zgjedhore, por ka konsoliduar edhe reputacionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si një institucion transparent, profesional dhe të pavarur. Ne synojmë që në të ardhmen të aplikojmë sa më gjërësisht jetë e mundur teknologjinë e informacionit në procesin zgjedhor. Në këtë drejtim, ose në kuadër të këtyre proceseve, ne kemi parasysh dhe jemi të ndërgjegjshëm edhe për rreziqet që mund të shfaqen, si ato që lidhen me sulmet kibernetike, dezinformimin apo dhe cënimin e të dhënave personale. Sa më shumë vlerësojmë ne të ndajmë me njëri tjetrin, por dhe me aktorë të tjerë, përvojat dhe eksperiencat në këtë fushë, vlerësoj që aq më të sigurt do të jemi në përmbushjen e përgjegjësive tona institucionale për të organizuar zgjedhje të lira, të drejta, të ndershme dhe të barabarta, edhe nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit. Faleminderit dhe suksese në punimin e kësaj konference.